Fluksi i emigrantëve është rikthyer sërish në pikat kufitare, duke sjell lëvizje të shtuar të automjeteve. Pas ditën e 13 prillit, në pikën kufitare të Kapshticës në Korçë, janë krijuar radhë që kanë shkuar mbi 1 kilometër, pasi shumë qytetar po ktheheshin drejt Greqisë për të rifilluar punën pas festimit të Pashkëve ortodokse në Shqipëri. Sipas informacioneve nga dogana, pala shqiptare po operon me 5 sportele në dalje, duke shfrytzuar kapacitetin maksimal, ndërsa pala greke punon me 6 sportele në hyrje. Fluksi është krijuar në një kohë relativisht të shkurtër, pasi më herët situata kishte qenë e qetë. Autoritetet kanë marrë masa për të shmangur pritjet e gjata dhe për të përshpejtuar kalimin e qytetarëve. Të dhënat zyrtare tregojnë se gjatë 24 orëve të fundit kanë hyrë 4.805 shtetas dhe kanë dalë 8.052 të tjerë, shka pasqyron një lëvizje të lartë pas festave. Aktualisht, situata paraqitet më e qetë, pa radhë të gjata, ndërsa autoritetet mbeten në gatishmëri për të përballuar çdo rritje të mundshme të fluksit.